Hyrje monumentale, ose porta të gdëndura që nuk çojnë askund. Këto struktura të lashta janë një nga enigmat më të habitshme të arkeologjistë dhe mitologjisë botërore. Në shumë vende, qytetërime të ndryshme kanë krijuar portale kolosale, shpesh pa funksion praktik, që shkencëtarët ende përpiqen t'i shpjegojnë. Këto dyer gjigante shfaqen në Andet e Amerikës së Jugut, Egjiptin e lashtë, Azinë juglindore, Evropën e lashtë, zona të shenjta dhe komplekse fetare anë mban botës. A janë porta rituale, simbole të botës shpirtërore, hyrje për shpirtrat e të vdekurve, apo thjesht manifestime të fuqisë politike dhe hyjnore? Në shumë rajone të botës janë gjetur portale të gdhëndura në shkëmbë, që nuk hyjnë në asnjë dhomë apo korridor. Këto struktura janë zbuluar në Perun jugore, Evropën neolitike, Egjipt dhe deri në Azinë e Mesme. Ato shfaqen si korniza dyer të formsuara me kujdes, por pa funksion fizik, gjë që ka çuar në teori mbi përdorimin e tyre simbolik ose ritual. Një nga shembujt më të famshëm është porta e Zotave në Peru, e gdhendur në një shkëmbë afër liçenit Titicaca, rreth 7 metra e gjerë dhe me një zgavër më të vogël në qendër, pa korridor, pa dhoma, pa mbishkrime. Thjesht një derë gjigante në gur. Legjenda e përshkruan si porta drejt botës tjetër, ku shamanët inkas udhëtonin shpirtërisht. Disa variante të mitit tregojnë për një disk të artë që aktivizonte portën. Sipas studimeve më të reja, Aramu Muru lidhet më shumë me traditat e popullit Aymara, i cili e konsideronte portën si vend të rrezikshëm shpirtëror, të rezervuar për individ të zgjedhur. Gjeometria e saj tepër e saktë vazhdon të mbetet një mit. Dyert false të Egjiptit të lashtë, portat e botës së të vdekur. Në Egjipt, shumëvarë mbajnë dyer false të gdhendura në gur të fortë dhe të mbuluara me hieroglifë. Këto nuk ishin dyer funksionale, por portale simbolike. Besohej se shpirti i të vdekurve kalonte përmes tyre për të marrë ofertat e të gjallë. Një varr i ri i zbuluar i një princi 4400 vjeçar përbante një derë të madhe drejt jetës së përtejtë, duke theksuar rolin ritual të këtij simboli. Portat në formë goje, hyrje simbolike në botën e shpirtërave. Në Azi dhe Evropë gjenden porta të gdhëndura në formën e gojeve demonike ose fytyrave mitologjike. Shembuj të tillë përfshin Goa Gaya, Bali, hyrja në formën e gojës së një demoni; Buddha Park, Laos, një tunel i frikshëm në formë goje; Parku i Monterve në Bomarzo, Itali, hyrje monumentale në formën e përbinçit. Këto struktura kanë shërbyer si simbole të udhëtimit shpirtëror ose frikës së njeriut nga e panjohura. Dyer të mëdha historike, më shumë se simbolik. Shumë ndërtesa antike kishin dyer jashtëzakonisht të mëdha, për arsye simboli fuqisë dhe autoritetit. Shenjat e pasurisë, funksione rituale dhe arkitekturore në tempuj, katedrale dhe komplekse mbretërore. Këto dyer nuk janë domosdoshmërisht mister, por tregojnë rëndësinë e monumentalitetit në kulturat e lashta. Porta të tjera enigmatike në vendet e shenjta. Strukturat të tjera madhore, ndonse jo gjithmonë në formë dere klasike, shpesh konsiderohen porta për të shenjta. Mali në Nemrut, Turqi, statuj kolosale që ruajnë varrin e mbretit Antiokus i parë. Komplekse të tilla si Mkas në Jordan, vende me rëndësi të madhe historike fetare. Këto struktura shpesh lidhen me ceremoniale fetare dhe kult astronomik. Por çfarë janë në të vërtetë këto dyer gjigante? Nga analizat dalin 3 interpretime kryesore: funksione rituale dhe shpirtërore. Shumë kultura i përdorin këto portale si pika kontakti me botën e përtejme, vendkalim
për shpirtra ose vende ceremoniale, simbolet të pushtetit dhe autoritetit. Në disa raste, portat masive ishin thjesht mënyra për të imponuar madhështinë dhe dominimin politik ose hynor. Shtigje mitologjike drejt botëve të tjera, veçanërisht në Amerikën e Jugut. Legjendat për portat që hapen vetëm shpirtërisht janë ende të gjalla. Dyert e gjigantëve nuk janë ndërtesa të zakonshme. Ato janë rrëfime të gdhëndura në gur. Ato flasin për kulturat që i ndërtuan, për besimet, frikërat, shpresat dhe kërkimin e tyre për lidhjen me të mbinatyrshme. Shumë prej tyre mbeten ende enigme, duke na kujtuar se bota jonë paraqet më shumë mistere se sa përgjigje.